Deri në minutën e fundit, mendova se do të shpëtonim, thot një ish oficer i sigurimit të shtetit, duke mbajtur në duar një dosje të verdhur me vullën Secret Absolute. Duart i dridhen edhe pas 42 vitesh. Ky njeri ishte një nga 15 persona që hynin çdo ditë në vilën e Kadri Hasbiut, ministrit të brendshëm që dinte çdo sekret të çdo shqiptari. Ai nuk ishte thjesht një ministër, vazhdon oficeri, duke ulur zërin. Ai ishte njeriu që vendoste kush do të jetonte dhe kush do të vdiste. Por ajo që pash brenda atyre mureve, ajo që më urdhëruan të heshtja përgjithmonë, ishte diçka që as vetë Enveri nuk e dinte. Kadriu kishte ndërtuar një perandori paralele, një rrjet bunkerësh dhe magazinash që fshinin një pasuri kaq të madhe sa mund të ushqente Shqipërinë për një vit të tërë. Çdo natë, në orën 23, një makinë e zezë pa targa dilte nga shtëpia e tij dhe shkonte drejt malit. Askush nuk guxonte ta ndalonte. Askush nuk guxonte të pyeste. Por unë e dija ku shkonte. Dhe ajo që transportonte në atë makinë do t'ju bëj të kuptoni se çfarë lloj njeriu ishte vërtet Kadri Hasbiu. Në dhjetor të vitit 1983, kur Kadri Hasbiu u arrestua me akuzën për komplot kundër shtetit, ekipet e sigurimit që hynë në shtëpinë e tij në Tiranë gjetën diçka që nuk pritej. Në bodrumin e vilës, pas një muri të rrem, zbuluan një dhomë të mbushur me valigje. Jo valigje të zakonshme. Valigje ushtarake, të vullosura me kode që as vet oficerët e lartë të sigurimit nuk i njihnin. Kur i hapën, brenda gjetën para në valuta të huaja. Dollar amerikan, marka gjermane, franga franceze, pound britanik. Shuma totale ishte kaq e madhe sa u deshën 6 orë vetëm për t'i numëruar. Por kjo ishte vetëm fillimi. Në një nga valigjet e fundit gjetën një listë me emra dhe adresa. Lista përmbante 112 lokacione në të gjithë Shqipërinë. Çdo lokacion ishte shënuar me një kod. Çdo kod korespondonte me një bunker të fshehtë. Çdo bunker përmbante diçka që Kadriu kishte fshehur me kujdes për dekada. Por çfarë? Dhe pse një ministër që kishte çdo gjë që mund të dëshironte, kishte nevojë për kaq shumë vende të fshehta? Kadri Hasbiu nuk lindi në një familje të pasur. Ai erdhi në jetë në fshatin Fiers të Kuksit, në vitin 1922, në një shtëpi me 2 sheme dheu dhe çati kash. Babai i tij ishte një bujk i thjesht që punonin tokën e të tjerëve. Nëna vdiq kur Kadriu ishte vetëm 7 vjeç. Fëmijëria e tij ishte e mbushur me uri dhe punë të rëndë. Por Kadriu kishte diçka që fëmijët e tjerë të fshatit nuk e kishin. Ai kishte një kujtesë fotografike. Mund të dëgjonte një bisedë një herë dhe ta kujtonte fjalë për fjalë edhe pas muajsh. Mund të shihte një fytyrë një herë dhe ta njihte edhe pas vitesh. Kjo aftësi e bëri të veçantë. Dhe kjo aftësi do ta çonte drejt pushtetit më të madh që një shqiptar mund të kishte nën regjimin komunist. Por a e dinte ai, në atë moshë të re, se kjo aftësi do ta shndërronte në njeriun më të frikësuar dhe më të pasur të Shqipërisë? Në vitin 1940, kur Kadriu ishte vetëm 18 vjeç, ai u bashkua me lëvizjen partizane. Jo nga idealizëm. Jo nga besimi në komunizëm. Por sepse pa një mundësi. Ai kuptoi se lufta do të krijonte një rend të ri. Dhe në atë rend të ri, njerëzit si ai, njerëzit që dinin të mbanin sekrete, do të bëheshin të pasvendësueshëm. Gjatë luftës, Kadriu u bë i njohur për diçka të veçantë. Ai nuk ishte luftëtari më i guximshëm. Nuk ishte komandanti më i zgjuar. Por ishte njeriu që dinte gjithçka për të gjithë. Ai mbante shënime të fshehta për çdo partizan. Kush fliste kundër komandantëve? Kush dyshonte për komunizmin? Kush kishte lidhje me familje të pasura? Këto shënime i mbante në një fletore të vogël që e fshite në çizmen e tij. Dhe pas luftës, kur filloi pastrimi i madh, kur mijëra shqiptar u arrestuan si armiq të popullit, Kadriu nxori fletoren. Ai ia dha Enver Hoxhës. Dhe Enveri kuptoi se kishte gjetur një thesar. Kishte gjetur njeriun që do të ndërtonte sistemin më të frikshëm të spionazhit në Ballkan. Por a e dinte Enveri se po krijonte një përbindës që një ditë do të bëhej më i fuqishëm se vetë ai? Në vitin 1948, Kadri Hasbiu u emërua në postin e parë të rëndësishëm. Ai u bë përgjegjës për sigurimin e shtetit në Shkodër. Shkodra ishte qyteti më problematik për regjimin. Atje jetonin familjet katolike, intelektualët, tregtarët e vjetër.
Njerëz që nuk e pranonin lehtë komunizmin. Detyra e Kadriut ishte e qartë. Të thyente rezistencën. Të krijonte frikën. Dhe ai e bëri këtë me një metodë që askush nuk e kishte përdorur më parë. Ai nuk arrestoi menjëherë armiqtë e regjimit. Jo. Ai filloi t'i studionte. Ai vendosi spiun në çdo familje, në çdo rrugë, në çdo dyqan. Ai mblodhi informacione për muaj të tërë. Kush kishte para të fshehta? Kush kishte arë? Kush kishte prona? Dhe pastaj, kur kishte të gjitha informacionet, goditi. Por nuk goditi vetëm me arreste. Ai goditi edhe me konfiskime. Çdo familje që arrestohej, humbiste gjithçka. Shtëpinë, tokën, paratë, arin. Dhe gjithçka shkonte në depot e sigurimit. Depot që Kadriu kontrollonte personalisht. Por ku shkonte vërtet kjo pasuri? A shkonte në thesarin e shtetit? Apo në xhepat e Kadriut? Një ish oficer i sigurimit të Shkodrës, që sot jeton në fshehtësi, tregon një histori që nuk është shkruar kurrë në librat e historisë. Në vitin 1950, ne arrestuam familjen Bushati, thot ai. Ishin një nga familjet më të pasura të Shkodrës. Kishin një shtëpi 3 katëshe në qendër të qytetit dhe një vilë në Shirq. Kur hyra në shtëpinë e tyre, pash diçka që nuk e kisha parë kurrë. Në bodrum kishin një kasafort të madhe sa një dhomë. Brenda kishte arë. Shumë arë. Monedha, byzylyk, unaza, zinxhir. Gjithçka. Ne e ngarkuam gjithçka në kamion dhe e quam në depon e sigurimit. Por një javë më vonë, kur shkova të kontrolloja inventarin, mungonin 3 valixhe. Pyeta komandantin. Ai më tha të heshtja. Më tha se ato valixhe ishin dërguar në Tiranë për shokun Kadri. Kuptova atëherë se diçka nuk shkonte. Por çfarë mund të bëja? Nëse flisja, do të isha unë i arrestuari tjetër. Në vitin 1954, Kadri Hasbiu u thirr në Tiranë. Enveri kishte një detyrë të re për të. Ai do të bëhej ministër i brendshëm. Pozicioni më i fuqishëm pas vet Enverit. Kadriu do të kontrollonte sigurimin e shtetit, policinë, burgjet, kampet e internimit. Ai do të kishte akses në çdo dosje, çdo sekret, çdo informacion për çdo shqiptar. Dhe ai përdori këtë pushtet në një mënyrë që askush nuk e imagjinonte dot. Ai nuk ishte thjesht një ministër që zbatonte urdhrat e Enverit. Jo. Ai ishte një njeri që ndërtoi një shtet brenda shtetit. Ai krijoi një rrjet të fshehtë oficerësh që i raportoheshin vetëm atij. Ai krijoi depozita të fshehta ku ruante informacione që as Enveri nuk i dinte. Ai krijoi një sistem ku çdo arrest, çdo konfiskim, çdo ekzekutim i jepte atij mundësinë të grumbullonte më shumë pasuri. Por si e bënte këtë pa u kapur? Si arriti të fshihte gjithçka për 30 vjet? Një nga sekretet më të mëdha të Kadriut ishte mënyra se si ai përdorte bunkeret. Shqipëria e Enver Hoxhës ndërtoi mbi 700.000 bunker në të gjithë vendin. Ishin kudo. Në male, në fusha, në plazhe, në qytete. Zyrtarisht, këta bunker ishin për mbrojtjen e vendit nga një sulm i huaj. Por Kadriu pa në ta diçka tjetër. Ai pa vende të përsosura për të fshehur gjëra. Dhe ai filloi të përdor disa prej tyre për qëllimet e tij personale. Jo bunkeret e mëdhenj që ishin nën kontroll ushtarak. Por bunkeret e vegjël, ata që ishin në vende të largëta, që askush nuk i kontrollonte. Ai urdhëroi oficerët e tij të besuar të vendosnin në këta bunker valixhe të vulosura. Valixhe që përmbanin para, arë, dokumente. Çdo bunker kishte një kod. Vetëm Kadriu dhe 3 oficerët e tij më të besuar i dinin këto kode. Dhe çdo muaj, Kadriu udhëtonte personalisht për të kontrolluar këto bunker. Por çfarë ndodhte nëse dikush zbulonte këtë sistem? Çfarë ndodhte nëse një oficer vendoste të fliste? Në vitin 1961, një oficer i ri i sigurimit me emrin Petri Dume zbuloi aksidentalisht një nga bunkeret e Kadriut. Ai ishte duke bërë një patrullim rutinë në zonën e Vlorës kur pa një makinë të zezë që dilte nga një bunker i vogël pranë detit. Makina nuk kishte targa. Ky detaj e bëri të dyshonte. Ai vendosi të hetonte. Natën e ardhshme u kthye në bunker me një koleg. Hyn brenda. Ajo që gjetën i la pa fjalë.
Bunker ishte i mbushur me kuti metalike. Çdo kuti kishte një kod. Ata hapën një. Brenda kishte dollar amerikan. Hapën një tjetër. Brenda kishte ar. Petri Dume kuptoi se kishte zbuluar diçka të madhe. Diçka që mund ta shkatëronte dikë shumë të fuqishëm. Ai vendosi të raportonte. Por tek kush? Nëse shkonte tek Kadriu, do të vritej. Nëse shkonte tek Enveri, a do ta besonte Enveri? Ai vendosi të shkruante një letër anonime dhe ta dërgonte drejt për drejt në zyrën e Enverit. Por letra nuk arriti kur tek Enveri. Sepse çdo letër që shkoi për Enverin kalonte fillimisht nga zyra e Kadriu. Dhe Kadriu e lexoi letrën. 3 ditë më vonë, Petri Dume u gjeti vdekur në shtëpinë e tij. Zyrtarisht ishte vetvrasje. Por kolegët e tij dinin të vërtetën. Dhe ata mësuan një mësim. Nuk flet kur për atë që sheh. Sepse Kadriu sheh gjithçka. Dhe Kadriu nuk fal kur. Në vitin 1967, Kadri Hasbiu ndërtoi vilën e tij të re në Tiranë. Zyrtarisht ishte një shtëpi modeste për një ministër. 2 kate, obor i vogël, asgjë e jashtëzakonshme. Por nën tokë, Kadriu kishte ndërtuar diçka që askush nuk e dinte. Një bodrum i madh, i ndarë në 4 dhoma. Çdo dhomë kishte një derë metalike me kod. Vetëm Kadriu e dinte kodin. Në dhomën e parë, ai mbante dosjet më sekrete të sigurimit. Dosje për Enverin. Dosje për Mehmetin. Dosje për çdo antar të byros politike. Dosje që përmbanin sekrete që mund të rrëzonin këdo. Në dhomën e dytë, ai mbante paratë e tij personale. Valuta të huaja, të fshehura në valixhe ushtarake. Në dhomën e tretë, ai mbante arin. Ar që kishte konfiskuar nga familjet e arrestuara. Ar që zyrtarisht shkonte në thesarin e shtetit, por që në realitet përfundonte në bodrumin e Kadriut. Dhe në dhomën e katërt, ai mbante diçka edhe më të çuditshme. Pasaporta të reme. Pasaporta me emra të ndryshëm, me fotografi të Kadriut dhe familjes së tij. Pasaporta jugoslave, italiane, greke. Pse i duheshin këto pasaporta? A kishte Kadriu një plan arratisje? A dyshonte ai se një ditë do të binte? Një nga sekretet më të errëta të Kadriut lidhet me kampin e internimit të Tepelenës. Ky kamp ishte një nga më të ashprit në Shqipëri. Atje dërgoheshin armiqt më të rrezikshëm të regjimit. Intelektualët, ish politikanët, familjet e tradhtarëve. Kushtet ishin çnjerëzore. Njerëzit vdisnin nga uria, nga sëmundjet, nga tortura. Por Kadriu kishte një interes të veçantë për këtë kamp. Ai e vizitonte personalisht çdo 3 muaj. Zyrtarisht për të kontrolluar sigurinë. Por në realitet për diçka tjetër. Ai kishte krijuar një sistem ku të interruarit që kishin pasuri të fshehta mund të blinin kushte më të mira. Jo lirin, por ushqim më të mirë. Një shtrat në vend të 2 shemes. Ilaçe. Çmimi ishte i lartë. Ata duhej t'i tregonin Kadriut ku kishin fshehur pasurinë e tyre. Arin, parat, pronat. Dhe Kadriu dërgonte oficeret e tij të merrnin gjithçka. Familjet e të internuarve nuk dinin asgjë. Ata mendonin se pasuria ishte konfiskuar nga shteti. Por në realitet shkonte në bunkeret e Kadriut. Sa njerëz vdiqën në atë kamp duke besuar se po mbronin sekretin e pasurisë së tyre? Sa familje mbetën pa asgjë sepse Kadriu u avodhi shpresën e fundit? Në vitin 1973, Kadri Hasbiu bëri diçka që askush nuk e priste. Ai ndërtoi një vilë të dytë. Jo në Tiranë, por në Durrës, pranë detit. Zyrtarisht ishte një shtëpi pushimi për familjen e tij. Por kjo vilë kishte një veçori të çuditshme. Ishte ndërtuar mbi një bunker të vjetër ushtarak. Bunker që zyrtarisht ishte i braktisur, por që në realitet ishte aktiv. Kadriu kishte urdhëruar që bunker të rindërtohej në fshehtësi. Ai kishte 3 hyrje. Një nga vila, një nga plazhi dhe një nga një tunel që shtrihej për 500 metra nën tokë dhe dilte në një pyll të dendur. Brenda bunkerit, Kadriu kishte krijuar një qendër komandimi të fshehtë. Atje kishte radio, telefona të koduar, harta, armë. Por kishte edhe diçka tjetër.
Një dhomë të mbushur me valigje. Valigje që përmbanin gjithçka që Kadriu do të kishte nevojë nëse duhej të aratiset. Para. Dokumente. Pasaporta. Adresa kontaktesh në vende të huaja. Kadriu kishte planifikuar gjithçka. Ai e dinte se një ditë mund të binte. Dhe ai donte të ishte i përgatitur. Por a e dinte Enveri për këtë bunker? A e dinte se Kadriu kishte një plan aratisje? Marrëdhënia midis Enver Hoxhës dhe Kadri Hasbiut ishte komplekse. Nga njëra anë, Enveri i besonte Kadriut më shumë se kushdo tjetër. Kadriu e kishte mbrojtur për 30 vjet. Kishte eliminuar çdo kërcënim. Kishte zbuluar çdo komplot. Por nga ana tjetër, Enveri nuk ishte naiv. Ai e dinte se Kadriu ishte i fuqishëm. Shumë i fuqishëm. Dhe kjo e shqetësonte. Në vitet e fundit të jetës së tij, Enveri filloi të dyshonte. Ai filloi të pyeste veten nëse Kadriu ishte vërtet besnik. Nëse Kadriu nuk kishte planet e tij. Nëse Kadriu nuk po grumbullonte pushtet për të marrë vendin e tij. Dhe këto dyshime u rritën kur Enveri filloi të merrte raporte të çuditshme. Raporte për valigje që transportoheshin natën. Raporte për bunker që vizitoheshin në fshehtësi. Raporte për para që zhduken nga depot e sigurimit. Enveri nuk veproi menjëherë. Ai ishte shumë i mençur për këtë. Ai vendosi të presë. Të mbledh prova. Të krijojë një dosje. Dhe kur të kishte mjaftueshëm, të godiste. Por Kadriu e ndjente se diçka po ndryshonte. Ai e shihte në sytë e Enverit. Ai e dëgjonte në tonin e zërit të tij. Dhe ai filloi të përgatitej për atë që do të vinte. Në vitin 1980, Enver Hoxha ishte shumë i sëmur. Diabeti e kishte shkatëruar. Ai rrallë dilte nga shtëpia. Dhe pushtetin real e ushtronte Ramiz Alia, zëvendësi i tij. Ramizi ishte një njeri i ndryshëm nga Enveri. Ai ishte më i kujdesshëm, më i dyshim. Dhe ai nuk e besonte Kadriun. Ramizi kishte dëgjuar thashë theme për pasurinë e Kadriut, për bunkeret, për valigjet. Dhe ai vendosi të hetonte. Ai krijoi një grup të fshehtë oficerësh që nuk i raportoheshin Kadriut. Oficerë që kishin një detyrë të vetme. Të gjurmojnë çdo lëvizje të Kadriut. Të kontrollojnë çdo bunker që ai vizitonte. Të mbledhin prova. Dhe për 6 muaj, këta oficerë punuan në heshtje absolute. Ata zbuluan gjëra që i habitën edhe vetë. Ata gjetën 28 bunker që Kadriu përdorte personalisht. Ata gjetën depozita me para dhe arë. Ata gjetën dokumente që tregonin se Kadriu kishte konfiskuar pasuri dhe nuk i kishte raportuar kurrë. Dhe ata gjetën diçka edhe më shokuese. Një listë me emra. Emra të oficerëve të sigurimit që punonin për Kadriun personalisht. Oficerë që nuk i raportoheshin shtetit. Por vetëm Kadriu. Kjo ishte prova që Ramizi kishte nevojë. Kadriu kishte krijuar një shtet brenda shtetit. Dhe tani duhej të paguante. Në 25 shtator të vitit 1983, Kadri Hasbiu u thirr në një mbledhje urgjente të byros politike. Ai nuk e dinte se kjo do të ishte mbledhja e fundit e tij si njeri i lirë. Kur hyri në sallë, pas se të gjithë e shikonin ndryshe. Ramiz Alia ishte në krye të tavolinës. Dhe në tavolinë kishte një dosje të trashë. Ramizi e hapi dosjen. Dhe filloi të lexonte. Çdo faqe ishte një akuzë. Çdo akuzë ishte një provë. Kadriu dëgjonte në heshtje. Fytyra e tij nuk tregonte asgjë. Por brenda, ai e dinte se ishte mbaruar. Ai e dinte se çdo gjë që kishte ndërtuar për 30 vjet po shkatërrohej në atë moment. Kur Ramizi mbaroi së lexuari, bëri pyetjen që të gjithë prisnin. Shoku Kadri, a janë këto akuza të vërteta? Kadriu e shikoi në sy. Dhe për herë të parë në jetën e tij, nuk pati përgjigje. Heshtja e tij ishte një rrëfim. Dhe në atë moment, Ramizi dha urdhrin. Arrestojeni. 2 oficerë hynë në sallë. Ata i vunë pranga Kadriut. Dhe e quan jashtë. Njeriu që kishte arrestuar mijëra shqiptar, tani ishte vetë i arrestuar. Njeriu që kishte kontrolluar çdo sekret, tani sekretet e tij po zbuloheshin.
Por a ishin zbuluar të gjitha? A dinin ata për çdo bunker? Për çdo valigje? Për çdo vend të fshehtë ku Kadriu kishte grumbulluar pasurinë e tij? Pas arrestimit të Kadriut, filloi operacioni më i madh i kërkimit në historinë e sigurimit të shtetit. Qindra oficer u mobilizuan për të gjetur gjithçka që Kadriu kishte fshehur. Ata filluan nga vila e tij në Tiranë. Dhe ajo që gjetën në Bodrum i habit edhe ata që kishin punuar me Kadriun për vite. Valigjet me para. Arin. Dosjet sekrete. Por më e rëndësishmja ishte lista. Lista me 112 lokacione. Çdo lokacion ishte një bunker. Dhe filloi gjurmimi. Oficerët shkuan në çdo bunker. Në disa gjetën valigje. Në disa gjetën kuti metalike. Në disa gjetën dokumente. Por në shumë prej tyre nuk gjetën asgjë. Bunkerët ishin bosh. Dikush i kishte zbrazur. Por kush? Kur? Dhe ku kishte shkuar ajo pasuri? A kishte Kadriu bashkëpunëtor që ende ishin të lirë? A kishte ai njerëz që po fshinin gjurmët? Apo kishte ai një plan që as oficerët e Ramizit nuk mund ta kuptonin? Gjyqi i Kadri Hasbiut filloi në shkurt të vitit 1984. Ishte një gjyq i mbyllur. Vetëm disa antar të byros politike dhe oficerë të lartë të sigurimit mund të merrnin pjesë. Akuzat ishin të rënda. Komplot kundër shtetit. Spionazh. Korrupsion. Shpërdorim detyre. Por gjatë gjyqit, Kadriu nuk foli shumë. Ai mohoi akuzat për komplot dhe spionazh. Por për korrupsionin, ai heshti. Kur prokurori e pyeti për paratë dhe arin që u gjetën në shtëpinë e tij, Kadriu tha vetëm një fjali. Ato janë të mia. Kur e pyetën se si kishte fituar, ai tha. I kam grumbulluar me vite. Kur e pyetën nga i kishte grumbulluar, ai nuk u përgjigj. Dhe kur e pyetën për bunkerët, për valigjet, për listën, ai tha diçka që i la të gjithë pa fjalë. Nëse doni të dini gjithçka, pyesni Enverin. Ai e di. Por Enveri ishte shumë i sëmur për të dëshmuar. Dhe Kadriu e dinte këtë. Ai po luante lojën e tij të fundit. Ai po përpiqej të mbrojë sekretet e tij deri në fund. Por a do të arrinte? Në 25 maj të vitit 1984, Kadri Hasbiu u ekzekutua me plumba. Bashkë me të u ekzekutuan edhe 4 oficerë të tjerë të sigurimit që kishin punuar për të. Ekzekutimi u krye në fshehtësi. Familjet nuk u njoftuan. Trupat nuk ju dorëzuan kurrë. Ata u varrosën në një vend të panjohur. Dhe me vdekjen e Kadriut, shumë sekrete u varrosën gjithashtu. Oficerët që e kishin ndihmuar nuk folën kurrë. Disa nga frika. Disa sepse edhe ata ishin arrestuar. Dhe disa sepse kishin marrë pjesën e tyre nga pasuria e Kadriut dhe nuk donin të zbuloheshin. Por pyetjet mbetën. Sa pasuri kishte vërtet Kadriu? Ku shkuan valigjet që mungonin? Cilët ishin bashkëpunëtorët e tij që nuk u zbuluan kurrë? Dhe më e rëndësishmja, a e dinte Enveri gjithçka? A ishte Enveri pjesë e këtij sistemi? Apo Kadriu e kishte mashtruar edhe atë? Sot, pas më shumë se 40 vitesh, disa nga bunkeret e Kadriut janë zbuluar. Por jo të gjithë. Ka ende vende në Shqipëri ku njerëzit gjejnë valigje të vjetra, të ndryshkura, të mbushura me para që nuk vlejnë më. Ka ende histori për thesare të fshehura në male, në pyje, në plazhe të largëta. Dhe ka ende njerëz që pretendojnë se din ku janë këto thesare. Por a janë këto vetëm legjenda? Apo ka ende sekrete që presin të zbulohen? Kadri Hasbiu ndërtoi një perandori të fshehtë. Një perandori që askush nuk e dinte plotësisht. Dhe sot, kjo perandori është ende një mister. Një mister që mund të mos zgjidhet kurrë plotësisht. Sepse njerëzit që e dinin të vërtetën janë të vdekur. Dhe sekretet e tyre janë varrosur me ta. Por a është kjo e vërteta e plotë? Apo ka ende diçka që ne nuk e dim? Në vitin 1977, një ngjarje e çuditshme ndodhi në portin e Durrësit që askush nuk e kuptoi plotësisht në atë kohë. Një anije tregtare jugoslave u ndalua nga sigurimi për kontroll rutinë. Brenda anijes, oficerët gjetën diçka që nuk pritej. 12 kuti të mëdha metalike, të vulosura me vulën e Ministrisë së Brendshme.
Kur oficerët pyetën kapitenin e anijes për këto kuti, ai u tha se I kishte marrë nga një person I panjohur në Durrës dhe duhej t'i dorëzonte në Trieste. Oficerët hapën kutitë. Brenda gjetën makina shkrimi, radio të vjetra, pajisje elektronike të prishura. Asgjë e vlefshme. Ata I lejuan kutitë të vazhdojnë udhëtimin. Por një oficer I ri, me emrin Skënder Brahimaj, dyshoi. Ai pyeti veten pse Ministria e Brendshme do të dërgonte pajisje të prishura në Itali. Ai vendosi të hetonte. Natën e ardhshme, shkoi në depon ku ishin mbajtur kutitë para se të ngarkoheshin në anije. Atje gjeti diçka interesante. Në dy sheme kishte gjurmë pluhuri të artë. Pluhur shumë I imët, pothuajse I padukshëm. Ai e mori një mostër dhe e çoi në laborator. Analiza tregoi se ishte ar I pastër. Skënderi kuptoi se kishte zbuluar diçka të madhe. Kutitë nuk përmbanin pajisje të prishura. Ato kishin një dysheme të rreme. Dhe nën atë dysheme fshihej ari. Por kush po dërgonte ar jashtë vendit? Dhe pse? A ishte ky një operacion I Kadriut? Apo dikush tjetër po përdorte sistemin e tij? Skënder Brahimaj vendosi të raportonte zbulimin e tij. Por ai nuk shkoi tek Kadriu. Ai shkoi drejt për drejt tek Hysni Kapo, antari I dytë më I fuqishëm I byros politike pas Enverit. Hysniu e dëgjoi me vëmendje. Dhe pastaj I tha diçka që e la Skënderin të hutuar. Shoku Skënder, ti ke bërë një punë të mirë. Por tani duhet të heshtësh. Kjo çështje është shumë e ndjeshme. Ne do ta hetojmë personalisht. Por ti nuk do të flasësh me askënd për këtë. As me kolegët. As me familjen. As me veten tënde. A më kupton? Skënderi u përgjigj po. Por ai nuk kuptoi pse duhej të heshte. Nëse kishte zbuluar një krim, pse nuk duhej të ndiqej? Ai u kthye në punë dhe përpiqej të harronte. Por 2 javë më vonë, ai u transferua në një post të largët në Kukës. Dhe 6 muaj më vonë, u gjeti vdekur në një aksident makine. Zyrtarisht, kishte humbur kontrollin e makinës në një rrugë malore. Por kolegët e tij dyshonin. Sepse Skënderi ishte një shofer I shkëlqyer. Ai kishte drejtuar në ato rrugë për vite. Dhe makina e tij ishte kontrolluar vetëm një javë më parë. Çfarë kishte zbuluar vërtet Skënderi? Dhe pse duhej të vdiste për këtë? Historia e Skënderit nuk ishte e vetmja. Në vitet 70, të paktën 8 oficerë të sigurimit vdiqën në rrethana të dyshimta. Të gjithë kishin diçka të përbashkët. Të gjithë kishin punuar në operacione që lidhen me transportin e pasurive. Të gjithë kishin qasje në informacione për bunkeret e fshehtë. Dhe të gjithë vdiqën para se të mund të flisnin. Një prej tyre, Agim Shehu, ishte përgjegjës për depot e sigurimit në Vlorë. Ai mbante shënime të hollësishme për çdo gjë që hynte dhe dilte nga depot. Në vitin 1979, ai zbuloi se mungonin 25 kg ar nga inventari. Ai raportoi tek eprori I tij. Por në vend që të fillonte një hetim, ai urdhërua të ndryshonte shënimet. Të fshinte mungesën. Të bënte sikur ari nuk kishte ekzistuar kurrë. Agimi refuzoi. Ai tha se nuk mund të falsifikonte dokumentet zyrtare. 3 ditë më vonë, ai u gjeti varur në zyrën e tij. Zyrtarisht vetvrasje. Por familja e tij nuk e besoi kurrë këtë. Sepse Agimi kishte 3 fëmijë të vegjël. Ai kishte plane për të ardhmen. Ai nuk kishte asnjë arsye për të vrarë veten. Por kush e vrau? Dhe pse askush nuk hetoi vërtet? Një nga sekretet më të errëta të Kadriut lidhet me kampin e punës së Spaçit. Ky kamp ishte një nga më të ashprit në Shqipëri. Atje dërgoheshin të dënuarit politik që konsideroheshin më të rrezikshëm. Ata punonin në minierë, në kushte njerëzore, pa pagesë, pa të drejta. Shumë vdisnin nga aksidentet, nga sëmundjet, nga uria. Por Kadriu kishte një interes të veçantë për këtë kamp. Jo për sigurinë, por për diçka tjetër. Miniera e Spaçit nxirrte bakër. Bakër që zyrtarisht shkonte në fabrikat e shtetit. Por një pjesë e këtij bakri nuk arrinte kurrë në fabrika. Ai zhdukte. Dhe askush nuk pyeste ku shkonte. Një ish I burgosur I Spaçit që sot jeton jashtë Shqipërisë tregon një histori që nuk është shkruar kurrë.
Çdo muaj vinte një kamion i veçantë, thot ai. Nuk ishte si kamionet e tjerë që merrnin bakrin. Ky kamion vinte natën. Dhe ngarkohej nga vetë komandanti i kampit, jo nga të burgosurit. Ne e shikonim nga larg. Dhe pyeteshim çfarë po ndodhte. Një natë, një shok im arriti të afrohet dhe pa se çfarë ngarkohej. Nuk ishte bakër i papërpunuar. Ishte bakër i shkrirë në shufra. Shufra që mund të transportoheshin lehtë. Shufra që mund të shiteshin lehtë. Shoku im më tha se kishte parë edhe diçka tjetër. Në disa kuti kishte shkruar një kod. Kodi fillonte me shkronjat KH. Kadri Hasbiu. A ishte ky bakër për të? Apo përdorte ai të burgosurit politik për të prodhuar pasuri personale? Në vitin 1980, pak para se të arrestohej, Kadri Hasbiu bëri diçka të çuditshme. Ai urdhëroi djegjen e mirë a dosjeve të sigurimit. Zyrtarisht, ishte një operacion rutin për të shkatëruar dokumente të vjetra që nuk kishin më vlerë. Por oficerët që morën pjesë në këtë operacion tregojnë një histori tjetër. Nuk ishin dosje të vjetra, thot një prej tyre. Ishin dosje aktive. Dosje për njerëz që ende jetonin. Dosje që përmbanin informacione të ndjeshme. Ne i dogjëm të gjitha. Por para se t'i dogjinim, Kadriu erdhi personalisht dhe mori disa prej tyre. Ai i vuri në një valigje dhe u largua. Ne nuk guxuam të pyesnim çfarë ishin ato dosje. Por unë pash emrat në disa prej tyre. Ishin emrat të anëtarëve të byros politike. Ishin emrat të generalëve të lartë. Ishin emrat të njerëzve më të fuqishëm të vendit. Çfarë përmbanin ato dosje? Dhe ku i çoi Kadriu? A ishin këto dosje një sigurim për Kadriun? Apo përpiqej ai të mbrojë veten duke mbajtur sekrete për të tjerët? Apo po fshinte gjurmët e krimeve të tij? Një nga misteret më të mëdha të pasurisë së Kadriut lidhet me vilën e tij në Durrës. Kur oficerët e Ramizit e kontrolluan pas arrestimit të Kadriut, ata gjetën diçka të pazakonshme. Në oborin e vilës kishte një pus të vjetër. Pusi dukej i braktisur. Por kur oficerët vendosën ta kontrollojnë, zbuluan se nuk ishte një pus uji. Ishte një hyrje. Një hyrje që çonte në një tunel. Tuneli zgjatej për rreth 500 metra nën tokë dhe dilte në një pyll të dendur larg vilës. Oficerët hynë në tunel. Ishte i ndërtuar me kujdes. Kishte drita elektrike. Kishte ventilim. Kishte edhe disa dhoma anësore. Në njërin prej këtyre dhomave, ata gjetën diçka që i la pa fjalë. Një ark e madhe metalike e varrosur në dy sheme. Ata e hapën. Brenda kishte dokumente. Dokumente që tregonin llogari bankare në vende të huaja. Llogari në Zvicër, në Austri, në Itali. Llogari që ishin hapur në emra të ndryshëm. Por të gjitha kishin një gjë të përbashkët. Nënshkrimi në dokumentet e hapjes ishte i njëjtë. Ishte nënshkrimi i Kadriut. Sa para kishte në këto llogari? Kush i kishte hapur për të? Dhe si kishte arritur Kadriu të transferonte para jashtë Shqipërisë kur vendi ishte plotësisht i izoluar? Një ish diplomat shqiptar që punoi në ambasadën e Tiranës në Rom në vitet 70 tregon një histori që hedh dritë mbi këtë mister. Çdo 3 muaj vinte një kurier nga Tirana, thot ai. Zyrtarisht, ai sillte dokumente diplomatike. Por unë e dija se ai sillte edhe diçka tjetër. Valigje të vogla, të vulosura me vulën e Ministrisë së Brendshme. Këto valigje nuk kalonin nga zyra jon. Kurieri i çonte drejt për drejt në një adresë në qendër të Romës. Një ditë, nga kureshtje, e ndoqa. Ai shkoi në një bankë. Një bankë të vogël, diskrete. Hyri brenda dhe doli pas gjysmë ore pa valigje. Kur u kthye në ambasadë, e pyeta se çfarë kishte bërë. Ai më tha të mos pyesja. Më tha se ishte një operacion i klasifikuar. Më tha se nëse flisja do të kisha probleme serioze. Por unë e kuptova se diçka nuk shkonte. Pse Ministria e Brendshme dërgonte valigje në një bankë italiane? Çfarë kishte në ato valigje? Dhe për kë ishin ato para? Pas rënjes së komunizmit në vitin 1991, disa gazetarë shqiptar përpiqen të hetojnë pasurinë e Kadri Hasbiut. Ata kontaktuan banka në Zvicër dhe Austri duke kërkuar informacione për llogaritë që u gjetën në dokumentet e Kadriut.
por bankat refuzuan të japin informacione. Ato thanë se llogarit ishin të mbrojtura nga ligjet e fshehtësisë bankare. Gazetarët kontaktuan edhe autoritetet shqiptare duke kërkuar të shihnin dosjen e plotë të Kadriut. Por ju thanë se shumë dokumente ishin shkatëruar gjatë kaosit të vitit 1991. Ata kontaktuan edhe ish oficer të sigurimit që kishin punuar me Kadriun. Por shumica refuzuan të flisnin. Ata që pranuan të flisnin, thanë vetëm gjëra të përgjithshme. Askush nuk donte të jepte detaje. Pse? Çfarë po fshinin? A kishin edhe ata marrë pjesë në sistemin e Kadriut? A kishin edhe ata përfituar nga pasuria e tij? Apo thjesht kishin frikë se të vërteta do t'i vendoste në rrezik? Një nga teoritë më interesante për pasurinë e Kadriut vjen nga një ish oficer i lartë i sigurimit që sot jeton në Greqi. Ai pretendon se Kadriu nuk vepronte vetëm. Ai kishte një rrjet bashkëpunëtorësh që përfshinte antar të byros politike, general të ushtrisë, drejtor fabrikash dhe madje edhe disa nga familjarët e Enver Hoxhës. Kadriu ishte i zgjuar, thot ky oficer. Ai e dinte se nuk mund të grumbullonte pasuri të madhe pa u vënë re. Prandaj ai ndau pasurinë me të tjerët. Ai u dha atyre një pjesë dhe në këmbim ata heshtnin. Ata e mbronin. Ata e ndihmonin. Ishte një sistem i përsosur. Të gjithë fitonin. Dhe të gjithë kishin interes që sistemi të vazhdonte. Por kur Enveri filloi të dyshonte, kur Ramizi filloi të hetonte, sistemi filloi të shkatërohet. Dhe atëherë filloi lufta. Lufta për të mbrojtur sekretet. Lufta për të fshirë gjurmët. Lufta për të shpëtuar veten. A është kjo teori e vërtetë? A ishte Kadriu pjesë e një rrjeti më të madh korrupsioni? Apo ishte ai një veprimtar i vetëm që mashtroi të gjithë? Në vitin 1998, një grup arkeologësh shqiptar po punonin në një gërmim pranë Apollonisë. Ata po kërkonin rënoja antike. Por gjetën diçka që nuk pritej. Një bunker të fshehur nën tokë. Bunker nuk ishte në hartat zyrtare. Nuk kishte asnjë shenjë që tregonte ekzistencën e tij. Arkeologët hynë brenda. Bunker ishte i ndërtuar me kujdes. Kishte disa dhoma. Në njërën prej dhomave, ata gjetën kuti metalike. Kutit ishin të ndryshkuara nga koha. Kur i hapën, brenda gjetën dokumente. Dokumente të sigurimit të shtetit. Dokumente që datoheshin në vitet 70. Dhe në shumicën e tyre kishte vulën e Kadri Hasbiu. Arkeologët i dorëzuan dokumentet tek autoritetet. Por dokumentet nuk u bën kurrë publike. Pse? Çfarë përmbanin ato dokumente? A ishin prova të krimeve të Kadriut? Apo ishin diçka më e madhe? Diçka që edhe sot, pas kaq vitesh, dikush nuk dëshiron të zbulohet? Një nga pyetjet më të mëdha që mbetet pa përgjigje është kjo. Sa pasuri kishte vërtet Kadri Hasbiu? Sipas dokumenteve zyrtare që u gjetën pas arrestimit të tij, ai kishte grumbulluar rreth 3 milion dollar amerikan në para cash, rreth 100 kg ar dhe pasuri të paluajtshme në vlerë prej rreth 5 milion lekësh. Por shumë ekspertë besojnë se kjo është vetëm një pjesë e vogël e pasurisë së tij reale. Ata vlerësojnë se pasuria e plotë e Kadriut mund të ketë qenë 10 herë më e madhe. Disa thonë edhe më shumë. Një ekonomist shqiptar që ka studiuar sistemin ekonomik të komunizmit shqiptar thot diçka interesante. Nëse marrim parasysh të gjitha konfiskimet që Kadriu mbikëqyrte personalisht, të gjithë kampin e punës që ai kontrollonte, të gjitha operacionet e fshehta të transportit të pasurive dhe të gjitha llogaritë bankare që u zbuluan, ne mund të flasim për një pasuri që arrinte në 10 milion dollar. Kjo do të thotë se Kadriu ishte ndoshta njeriu më i pasur në Shqipëri. Më i pasur se Enveri. Më i pasur se kushdo tjetër. Por ku shkoi kjo pasuri? Kush e mori pas vdekjes së tij? A është ende e fshehur diku? Sot, në Shqipëri, ka ende njerëz që kërkojnë thesaret e Kadriut. Ata shkojnë në male, në pyje, në plazhe të largëta, me detektor metalesh, me harta të vjetra, me shpresa se do të gjejnë diçka. Disa prej tyre pretendojnë se kanë gjetur bunker të fshehur. Disa pretendojnë se kanë gjetur valixhe. Por askush nuk ka sjell prova konkrete. Askush nuk ka treguar një zbulim të vërtetë. Pse? A janë këto vetëm legjenda? Apo ka ende sekrete që presin të zbulohen?
Një gjë është e sigurt. Kadri Hasbiu ndërtoi një sistem kaq kompleks, kaq të fshehtë, sa edhe sot, pas më shumë se 40 vitesh, ne nuk e dim të vërtetën e plotë. Ne nuk dim se sa pasuri kishte. Ne nuk dim ku e fshihte. Ne nuk dim kush ishin bashkëpunëtorët e tij. Dhe ndoshta nuk do ta dim kurrë. Sepse sekretet e Kadriut janë varrosur me të. Dhe njerëzit që i dinin këto sekrete janë të vdekur. Ose heshtin. Por a është kjo e vërteta e plotë? Apo ka ende diçka që ne nuk e dim? Diçka që dikush po fsheh? Diçka që do të ndryshonte gjithçka që mendojmë se dim për Kadri Hasbiun? Në vitin 1975, një ngjarje e pazakontë ndodhi në qytetin e Shkodrës që vetëm pak njerëz e dinë edhe sot. Një familje e vjetër tregtare, familja Marku, u arrestua me akuzën për agjitacion e propagandë. Shtëpia e tyre, një ndërtesë e bukur 3 katëshe në qendër të qytetit, u konfiskua menjëherë. Por ajo që ndodhi pas kësaj është ajo që tregon vërtet se si funksiononte sistemi i Kadriut. Një oficer i sigurimit që mori pjesë në konfiskimin e shtëpisë tregon detaje që nuk janë shkruar kurrë në dokumentet zyrtare. Kur hym në shtëpi, na thanë të kërkojmë për armë dhe literatura të ndaluar, thot ai. Por komandanti ynë, një njeri që vinte drejt për drejt nga Tirana, kishte një interes tjetër. Ai na urdhëroi të hapnim muret, të kontrollojmë çdo cep, të gërmojmë edhe në obor nëse duhej. Ne menduam se po kërkonte armë të fshehta. Por kur gjetëm atë që po kërkonte, kuptova se ishte diçka krejtësisht tjetër. Pas një muri në Bodrum, gjetëm një dhomë të vogël. Brenda kishte 7 ark druri. Çdo ark ishte e mbushur me monedha ari osmane, byzylyk, unaza, kryqe të artë, ikona me kornizë ari. Komandanti na urdhëroi të ngarkojmë gjithçka në kamion. Por në vend që të shkojmë në depon qendrore të sigurimit, shkuam në një adresë tjetër. Një vilë në periferi të qytetit. Atje na priti një njeri që nuk e kisha parë kurrë. Ai kontrolloi gjithçka, zgjodhi sendet më të vlefshme dhe na tha të çojmë pjesën tjetër në depo. Vite më vonë, kur pash një fotografi të Kadri Hasbiut në gazetë, e kuptova. Njeriu që kishte marrë arin ishte një nga njerëzit më të besuar të Kadriut. Dhe ajo vilë në periferi ishte një nga depot e tij të fshehta. Ky nuk ishte një rast i izoluar. Midis viteve 1965 dhe 1980, qindra familje u arrestuan dhe pasuritë e tyre u konfiskuan. Por vetëm një pjesë e vogël e kësaj pasurie arrinte në thesarin e shtetit. Pjesa tjetër zhdukte. Dhe askush nuk guxonte të pyeste ku shkonte. Një ish kontabilist i Ministrisë së Brendshme, që sot jeton në Tiranë dhe ka pranuar të flasë vetëm me kusht anonimiteti, tregon se si funksiononte sistemi. Çdo muaj, ne merrnim raporte nga të gjitha degët e sigurimit në vend, thot ai. Raportet tregonin se çfarë ishte konfiskuar. Para, arë, prona, mobilje, vepra arti. Por kur krahasoja shifrat e raporteve me atë që arrinte fizikisht në depot tona, gjithmonë kishte mos përputhje. Gjithmonë mungonte diçka. Në fillim mendova se ishin gabime në llogaritje. Por me kalimin e kohës, kuptova se nuk ishin gabime. Ishte një sistem. Një sistem ku një pjesë e pasurisë konfiskuar nuk regjistrohej kurrë zyrtarisht. Dhe kjo pjesë shkonte diku tjetër. Kur e pyeta e prorin tim për këtë, ai më tha diçka që nuk e harrova kurrë. Më tha se ka gjëra që është më mirë të mos i dish. Më tha se nëse dua të mbijetoj në këtë punë, duhet të mësoj të mos shoh, të mos dëgjoj dhe të mos flas. E kuptova mesazhin. Dhe heshta. Por sistemi i Kadriut nuk ishte vetëm për të vjedhur nga familjet e arrestuara. Ai kishte krijuar edhe një rrjet tjetër, më të sofistikuar, që përfshinte tregtinë e jashtme. Shqipëria komuniste kishte marrëdhënie tregtare me disa vende. Kryesisht me Kinën, por edhe me disa vende të lindjes së mesme dhe të Afrikës. Zyrtarisht, këto marrëdhënie ishin të kontrolluara rreptësisht nga shteti. Por në realitet, kishte hapësirë për manipulime. Një ish drejtor i një ndërmarrje eksportuese shqiptare tregon se si Kadriu përdorte këto marrëdhënie për interesat e tij personale. Në vitin 1977, ne eksportuam një sasi të madhe kromi në Kinë, thot ai. Kontrata zyrtare thoshte se do të paguheshim në yuan kinez. Por një javë para se të nisej ngarkesa, mora një telefonat nga Ministria e Brendshme.
Një zë që nuk e njihja më tha se kontrata kishte ndryshuar. Tani do të paguheshin pjesërisht në yuan dhe pjesërisht në dollar amerikan. Dhe dollarët nuk do të kalonin nga banka e shtetit. Do të dorëzoheshin drejt për drejt në një adresë në Peking. Unë protestova. I thash se kjo nuk ishte në përputhje me procedurat. Por më thanë se urdhri vinte nga lart. Shumë lart. Dhe se nëse nuk e zbatoja, do të kisha probleme serioze. E zbatova. Dhe kur u ktheva nga Pekini, mora një dhuratë. Një sasi e vogël dollarësh si shpërblim për bashkëpunimin. Kuptova atëherë se isha bërë pjesë e një sistemi që nuk mund të largohesh më. Sepse tani edhe unë isha fajtor. Një nga aspektet më të errëta të sistemit të Kadriut lidhet me trafikun e njerëzve. Jo në kuptimin modern të fjalës, por në një mënyrë që ishte po aq e tmerrshme. Në vitet 70, Shqipëria kishte marrëdhënie të kufizuara me disa vende arabe. Disa prej këtyre vendeve kërkonin punëtor për projekte ndërtimi. Zyrtarisht, Shqipëria nuk dërgonte punëtor jashtë vendit. Por në fshehtësi, disa operacione të tilla ndodhen. Një ish punëtor që u dërgua në Libi në vitin 1978 tregon një histori që tingëllon si një ëndër e keqe. Na thanë se do të shkonim për 6 muaj, thot ai. Na thanë se do të paguheshim mirë dhe separat do t'u jepeshin familjeve tona në Shqipëri. Ne ishim 25 vetë. Të gjithë nga familje të varfra. Të gjithë me nevojë për para. Kur arritëm në Libi, kuptova se diçka nuk shkonte. Na morën pasaportat. Na quan në një kamp pune në Shkretëtir. Kushtet ishin të tmerrshme. Punonim 12 orë në ditë. Ushqimi ishte minimal. Dhe askush nuk na tha asgjë për pagesën. Pas 3 muajsh, një nga shokët tanë u sëmur rënd. Ne kërkuam të kthehej në Shqipëri. Por na thanë se nuk mund të largohej derisa të mbaronte kontrata. Ai vdiq 2 javë më vonë. Kur u kthyem në Shqipëri pas 8 muajsh, familjet tona na thanë se nuk kishin marrë asnjë pagesë. Kur shkova të protestoj, më thanë se parat ishin dërguar në Ministrinë e Brendshme për ruajtje. Por kur kërkova të më jepeshin, më thanë se nuk kishte asnjë regjistrim për mua. Kuptova se kishim qenë thjesht sklever. Dhe dikush kishte marrë të gjitha parat që duhej të na jepeshin neve. Por ndoshta sekreti më i madh i Kadriut nuk lidhet me parat apo arin. Lidhet me informacionin. Kadriu kishte krijuar një arkiv personal që përmbante dosje për pothuajse çdo person të rëndësishëm në Shqipëri. Këto dosje nuk ishin dosjet zyrtare të sigurimit. Ishin dosje të veçanta që ai mbante vetëm për vete. Një ish sekretar i Kadriut që punoi në zyrën e tij për 5 vjet tregon se si funksiononte ky sistem. Çdo ditë, Kadriu merrte raporte nga oficerët e tij, thot ai. Por jo të gjitha raportet shkoheshin në arkivin zyrtar. Disa prej tyre, ato më delikatet, ai mbante në një kasafort në zyrën e tij. Vetëm ai kishte kodin. Çdo mbrëmje, para se të largohej, ai kalonte një orë duke lexuar këto raporte dhe duke bërë shënime. Shënimet I mbante në një fletore të vogël me kopertinë të kuqe. Kjo fletore nuk e linte kurrë. E mbante gjithmonë me vete. Edhe kur shkonte në tualet. Një ditë, nga kureshtje, provova të hap kasafortën. Natyrisht nuk e dija kodin. Por pash se sa e trash ishte. Kishte qindra dosje atje. Dosje që askush tjetër nuk I dinte. Dosje që përmbanin sekrete që mund të rrëzonin njerëzit më të fuqishëm të vendit. Kjo ishte fuqia e vërtet e Kadriut. Jo parat. Jo ari. Por informacioni. Sepse ai dinte gjithçka për të gjithë. Dhe të gjithë e dinin se ai dinte. Dhe kjo I bënte të gjithë të friksoheshin prej tij. Në vitin 1981, 2 vjet para se të arrestohej, Kadri Hasbiu bëri diçka që askush nuk e kuptoi në atë kohë. Ai urdhëroi ndërtimin e një objekti të ri në Tiranë. Zyrtarisht ishte një qendër trajnimi për oficerët e rinj të sigurimit. Por ndërtimi u bë me një sekretizëm të pazakontë. Vetëm punëtor të zgjedhur me kujdes morën pjesë. Të gjithë u detyruan të nënshkruanin dokumente fshehtësie. Dhe askush nuk mund të fliste për atë që po ndërtonte. Një nga punëtorët që mori pjesë në këtë projekt, që sot është në moshë të thyer, tregon se çfarë ndërtuan vërtet.
Nga jashtë dukej si një ndërtesë e zakonshme, thot ai. Por nën tokë ishte diçka krejtësisht tjetër. Ne ndërtuam 3 nivele nëntokësore. Çdo nivel kishte dhoma të blinduara. Kishte sisteme ventilimi të sofistikuara. Kishte gjenerator elektrik të pavarur. Kishte edhe një tunel që lidhte ndërtesën me një pikë dalse jashtë qytetit. Kur e pyeta inxhinierin përgjegjës se çfarë po ndërtonim, ai më tha se ishte një bunker për rast lufte. Por unë nuk e besova. Sepse në një nga dhomat më të mëdha, ne instaluam rafta metalik. Qindra rafta. Rafta që ishin të projektuara për të mbajtur dosje. Kuptova atëherë se po ndërtonim një arkiv. Një arkiv sekret. Por për çfarë? Dhe pse Kadriu kishte nevojë për një arkiv kaq të madh kur sigurimi kishte tashmë arkivat e vet? Përgjigjja erdhi vetëm pas arrestimit të Kadriut. Kur oficerët e Ramizit kontrolluan këtë ndërtesë, ata gjetën se shumica e dhomave ishin ende bosh. Por në një prej tyre gjetën diçka interesante. Kuti të mëdha kartonash të vulosura dhe të etiketuara me kode. Kur i hapën, brenda gjetën kopje të dosjeve të sigurimit. Jo dosjet origjinale, por kopje. Kopje që Kadriu kishte bërë në fshehtësi për vite me radhë. Pse? Çfarë planifikonte ai të bënte me këto kopje? Një teori thotë se Kadriu po përgatitej për një skenar ku ai do të humbte kontrollin mbi sigurimin. Në atë rast, ai do të kishte ende akses në informacionin më të ndjeshëm. Dhe mund ta përdorte atë për të negociuar, për të kërcënuar ose për të mbrojtur. Por një teori tjetër, më e errët, thotë se Kadriu po përgatitej për diçka më të madhe. Ai po planifikonte të krijonte një organizat paralele. Një organizat që do të funksiononte edhe nëse ai largohej nga pozicioni zyrtar. Një organizat që do të kishte fuqi sepse do të kishte informacion. Por a arriti ai ta realizonte këtë plan? Apo u ndal para se të ishte shumë vonë? Një nga pyetjet më intriguese për Kadriun lidhet me marrëdhënien e tij me Enver Hoxhën. Sipas versionit zyrtar, Enveri e besonte Kadriun plotësisht deri në fund. Por disa prova sugjerojnë një realitet më kompleks. Në arkivat e sigurimit që u hapën pas vitit 1991, u gjetën disa dokumente interesante. Dokumente që tregojnë se Enveri kishte urdhëruar vëzhgimin e Kadriut. Jo hapur, por në mënyrë të fshehtë. Një grup i vogël oficerësh që raportonin drejt për drejt tek Enveri kishin detyrën të monitoronin lëvizjet e Kadriut. Të kontrollonin me këta kohë. Ku shkonte? Çfarë bënte? Këta oficerë mbanin shënime të hollësishme. Dhe këto shënime tregojnë se Enveri kishte dyshime për Kadriun që nga viti 1975. Por pse nuk veproi më herët? Pse priti deri në vitin 1983? Një teori thotë se Enveri kishte frikë. Frikë se Kadriu kishte bërë kaq i fuqishëm sa mund të organizonte një grusht shteti. Frikë se nëse e arrestonte Kadriun, oficerët besnik të Kadriut mund të reagonin. Prandaj Enveri priti. Priti derisa të ishte i sigurt se kishte mbështetjen e ushtrisë. Priti derisa të kishte grumbulluar prova të mjaftueshme. Dhe pastaj goditi. Por ka edhe një teori tjetër, më të errët. Kjo teori thotë se Enveri e dinte gjithçka për sistemin e Kadriut. E dinte për bunkerët. E dinte për paratë. E dinte për arin. Por e toleronte. Pse? Sepse edhe ai përfitonte. Sepse Kadriu i jepte edhe atij një pjesë. Jo drejt për drejt, por në mënyra të tjera. Dhurata për familjen e Enverit. Shërbime të veçanta. Informacione që vetëm Kadriu mund t'i siguronte. Dhe në këmbim, Enveri e mbulonte Kadriun. E mbrojte nga akuzat. E mbante në pushtet. Ishte një marrëveshje e heshtur. Një marrëveshje që funksionoi për dekada. Derisa Enveri u sëmur. Derisa Ramizi filloi të merrte kontrollin. Dhe derisa Ramizi vendosi se Kadriu ishte bërë shumë i rrezikshëm për t'u toleruar më. A është kjo teori e vërtetë? Apo është thjesht një spekulim? Të vërtetën e plot ndoshta nuk do ta dim kurrë. Sepse të dy protagonistët kryesor, Enveri dhe Kadriu, janë të vdekur. Dhe sekretet e tyre janë varrosur me ta.
Pas ekzekutimit të Kadriut në vitin 1984, familja e tij u internua. Gruaja e tij, 2 djemë dhe vajza u dërguan në një fshat të largët në jug të Shqipërisë. Atje jetonin në kushte të vështira, në mbikëqyrje të vazhdueshme, pa të drejta, pa të ardhme. Por edhe në internimin, ata mbetën objekt interesi për sigurimin. Sepse sigurimi besonte se familja e Kadriut dinte sekrete. Dinte ku ishin fshehur paratë, ku ishin bunkerët, ku ishin dokumentet. Dhe sigurimi donte të dinte. Një ish oficer që u caktua të mbikëqyrte familjen e Kadriut tregon se si ata u trajtuan. Na urdhëruan të ishim të sjellshëm me ta, thot ai. Por edhe të vëzhgueshëm. Çdo bisedë që bënin, ne e raportonim. Çdo vizitor që merrnin, ne e kontrollonim. Çdo letër që dërgonin apo merrnin, ne e lexonim. Por ajo që na habit ishte se ata nuk folën kurrë për pasurinë e Kadriut. As midis tyre, as me të tjerët. Ishte sikur kishin vendosur të heshtën për gjithmonë. Apo ndoshta vërtet nuk dinin asgjë. Ndoshta Kadriu nuk u kishte thënë kurrë. Sepse ai e dinte se nëse ata dinin, do të ishin në rrezik. Dhe ndoshta, në mënyrën e tij të shtrembër, ai po përpiqej t'i mbrojte. Sot, më shumë se 40 vjet pas vdekjes së Kadriut, emri i tij mbetet një nga më kontroversalet në historinë e Shqipërisë. Për disa, ai ishte një kriminal që përdori pushtetin për të vjedhur dhe për të pasuruar veten. Për të tjerë, ai ishte thjesht një produkt i sistemit, një njeri që bëri atë që të gjithë të tjerët bënin, por që u kap sepse humbi në lojën e pushtetit. Por pavarësisht se si e shohim, një gjë është e qartë. Kadri Hasbiu ndërtoi një perandori të fshehtë që askush nuk e kuptoi plotësisht. Një perandori që përfshinte para, bunker, dosje sekrete dhe një rrjet njerëzish që punonin për të në heshtje. Dhe sot, kjo perandori mbetet një mister. Një mister që ndoshta nuk do të zgjidhet kurrë plotësisht. Sepse shumë nga njerëzit që e dinin të vërtetën janë të vdekur. Dhe ata që janë ende gjallë, heshtin. Por a do të vazhdojnë të heshtën për gjithmonë? Apo një ditë, dikush do të vendosë të flasë? Dikush që ka qenë pjesë e sistemit. Dikush që di ku janë fshehur sekretet e fundit të Kadri Hasbiu. Dhe atë ditë, historia do të duhet të rishkruhet. Sepse ajo që do të zbulohet mund të jetë më e madhe se çdo gjë që kemi dëgjuar deri tani. A jeni gati për atë zbulim? Apo disa të vërteta është më mirë të mbeten të varrosura për gjithmonë?